këtë e vrejmë edhe në për thirrje të tyre të ndryshme, për shembull kur Jakubi a.s. I të boj fëmijët e tij që kishte dertin më të madh, jo me çfarë do të jetoni, çfarë idare do të keni, po ma ta'budune min ba'di, çfarë do të adhuroni pas meje. Kjo është detyra një prindi misionar. Ata kur I thanë ne do të adhurojmë çfarë? Ilaheke wa ilahe abaike. Ne do të adhurojmë Zotin tënd, I cili është edhe Zoti I prindve tu, që I përmendin pra Ismailin, Ishakun dhe vetë Ibrahimin, a.s. do më thonë që I përmendin pra babën e tij, pra gjyshin e tyre, përmendin agjen, përmendin gjyshin esencial Ibrahimin a.s. Dhe që është një Zot I vetëm, wa nahnu lehu muslimun. Ne jemi ndaj tij musliman, jemi të dorëzuar, jemi të nështruar. Pra, kanë përdorur këtë shprehje, dhe kjo shprehje pra është përdorur nga ata para se të vijë në jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra kështu nuk është që dëshirojmë të uzurpojmë emrin, po ata të gjithë kanë qenë të nështruar ndaj Zotit.